Pas një vizite në Lap të shtunën, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku falenderoi qytetarët nëpërmjet një postimi në Facebook për mbështetjen dhe paralajmëroi nisjen e turit të falënderimit në të gjithë Kosovën për 171.000 votuesit e LDK-s. Ndër të tjera, Abdigjiku tha se ndjen kënaqësi të shohë kërkesën e qartë dhe këmbgulse të njerëzve tanë për të vazhduar me plot insistim në rrugtimin e përcaktuar të lidhjes sonë. Ai tha se kërkesa e mbështetësve të partisë është e qartë dhe se zëri i tyre do të dëgjohet. Ky zë do të dëgjohet, le të jetë ky edhe fillimi i turneut të falënderimit për të gjithë 171.000 dhe jo vetëm mbështetësit tanë. Do të jem në gjithë Kosovën për t'ju falënderuar sa më shumë e për të lidhur fort e ngushtë secilin hap tonin, tha kreu i LDK-s. Postimi i Abdigjikut vjen në një moment të tensionuar për partinë, vetëm disa ditë pasi antari i saj Abdullah Hoti shprehu hapur pak kënaqësitë e tij përmes një postimi në Facebook. Me një gjuhë të drejtë për drejtë, Hoti e vlerësoi rezultatin e zgjedhjeve të 9 shkurtit si një zhgënjim të thellë për LDK-n, duke e lidhur drejt për drejt me kursin sipas tij të gabuar që ka ndjekur Abdigjiku. LDK-ja ka nevojë për një lidership ekipor që i fashit përçarjet, që tregon kujdes ndaj të gjithë aktivistëve të rinj të vjetër, që i bën bashkë të gjitha copat e LDK-s në të 4 anë të vendit dhe në diasporë, shkroi Abdullah Hoti duke artikuluar një nevojë urgjente për një qasje të re në drejtimin e partisë. Sipas Hotit, ndryshimi në krye të partisë nuk është më çështje dëshire, por një domosdoshmëri për të rikthyer besimin e qytetarëve dhe për të garantuar që LDK-ja të mbetet një forcë e fortë në skenën politike të Kosovës. Një lidership i tillë është thelbësor për bashkimin, fuqizimin dhe kthimin e LDK-s në parimet e saj bazë, si parakusht për të rifituar besimin e qytetarëve për të udhëhequr Kosovën. Besoj fuqishëm se i gjithë lidershipi aktual i LDK-s duhet ta mbështesë këtë ndryshim, duke i hapur rrugë atij duke u bërë pjesë e lidershipit të ri, shtoi Hoti mes të tjerash. Megjithëse në qendër të kësaj vorbulle Abdigjiku zgjodhi të mos reagojë, përveç një fotografie të ngarkuar me simbolik ku ai shfaqej në mesin e përkrahësve të tij. Në mbrëmjen e së shtunës, kryetari i LDK-s Teo Heshtin, që nga postimi i Hotit me një deklaratë e cila mund të lexohet në 2 drejtime, se gëzon për krahjen e mbështetësve të partisë dhe do ta rekspektojë atë që ai e quan shpesh si vullnet qytetar, që ndoshta është qëndrimi në opozitë mes njerëzve të Kosovës, aty ku buron edhe qëllimi politik, mes mbështetësve tanë e jo vetëm, ku ndërtohet rrugëtimi ynë. Sa kënaqësi të shoh kërkesën e qartë të këmbgulse të njerëzve tanë për të vazhduar me plot insistim në rrugtimin e përcaktuar të lidhjes sonë. Kur zëri qytetar përputhet me angazhimin politik, ndihemi të plotësuar, tha Abdigjiku pas takimit në Lap.